Udhëheqësi suprem i Iranit Mojtaba Khamenei mund të jetë në prag të vdekjes, raporton agjencia e pavarur e lajmeve Iran Wire, duke cituar dy burime anonime pranë administratës së presidentit Masoud Pezeshkian. Burimet pohojnë se po qarkullojnë gjërësisht zëra në nivelet më të larta të regjimit, se ai është në gjendje jashtëzakonisht kritike për jetën dhe mund të vdesë në çdo moment. Mojtaba Khamenei nuk është shfaqur publikisht që kur u bë udhëheqës suprem dhe nuk janë transmetuar regjistrimet të fjalimeve të tij, vetëm deklarata me shkrim që i atribuohen atij nga media shtetërore. Sipas disa burimeve, ai u plagos dhe ndoshta u shpërfytyrua gjatë sulmit që vrau baban e tij, ish lideri suprem të Iranit, dhe që atëherë është fshehur duke komunikuar me zyrtar të tjerë të lartë të regjimit përmes një rrjeti ndërmjetësish. Vetë presidenti Pezeshkian tha në një intervistë të transmetuar në televizionin shtetëror të mërkurën se kontaktet me Khamenein janë aktualisht shumë të vështira.